Operacioni 4 ishte pjesëtimi. E shënojmë shprehjen, e pjesëtojmë elementet e kolonës A me elementet e kolonës B. E zgjedhim A nishin, e shënojmë shenjën për pjesëtim, B nishin dhe e definojmë masi. I pasqyrojmë pjesëtimin në qelit tjera. Çka do të gjaje? Në qoftë se këtu e kemi 0, këtu e kemi 10. Thonë në paraqiti 0-t. Dhe për drejti Excel në logariti. Po në qoftë se këtu e kemi 10, kurse këtu e kemi 0, dhe më thonë dojmë me pjesëtue me 0, çka na thot, pjesëtimi me 0 nuk është e lejueshme, do të thonë na tregon se është paraqit gabim matematikor. Në qoftë se shkojmë me 0 dhe 0, por se i do të thonë është gabim matematikor se 0 dhe 0 nuk mund të pjesëtohen. Ngritja në shkallë, në qoftë se këtu e kemi 2-shin, këtu e kemi 12-shin, në qoftë se dojmë me ngrit e 2-shin në shkallën e nishit, atëherë e shkruajmë se është baraz, e zgjedhim e 2-shin, e shënojmë shenjën për ngritjen e shkallë, dhe këtu tash e zgjedhim e nishin. Kur dalim për qelis, e kemi rezultatin 144. 12 bojnë 144. Në qoftë se shiqohen prioriteti i ekzekutimit të operaciorëve, do të thonë në këtë rastet tona, se pari kemi ngritjen e shkallë, pastaj vjen shumëzimi pjesëtimi, do të thonë është prioriteti i dytë, dhe prioriteti i tretë është plus dhe minus. Në ato raste, kur nuk mundemi me definu në mënyrë të rregullt, atëherë me klapa ne definojmë e ndryshojmë prioritetin të cilin e ka përcaktuar vetë kompjuteri për pjesët që llogaritën.